Falë këtij zotriu Taravarit, VMRO-ja ka pushtet absolut, e mori edhe prezidencë. Nuk duhet harruar këtë punë. Me daljen e kandidatit shqiptar, gjithsesi zoti Taravari, në zgjedhjet prezidenciale, u pa se VMRO-ja u lirua dhe ne tashmë kemi edhe një presidente e cila nuk e di as çka flet. Valon, falë se do të ndërhi, vetëm mos harrohet edhe faktin tjetër se nuk ka qenë. Jo, megjithatë nuk ka qenë zoti Taravari kandidati vetëm, ka qenë edhe Bujar Osmani. Unë nuk ndërhyra, pavarësisht se kisha vërejtjet e mia, nuk ndërhyra. Megjithatë, zoti Taravari do ta thoni se ka qenë edhe Bujar Osmani kandidat për president dhe nëse ka dikush faj për zgjedhjen e zonjës Siljanovska, fajin më të madh ka BDI-ja për shkak se këta ishin ata të cilët dështuan nëse para 5 viteve mbështetën zotin Pendarovski, në zgjedhjet e fundit këta dolën me kandidatin e tyre në vend që të mbështetin partner koalicioni e kishin dhe për këtë nuk ka faj zoti Taravari. Më falë se ndërhyra. Jo, po unë ju dëgjova me shumë vëmendje dhe me shumë respekt edhe gjithashtu ju dhash poentim ku kishit të drejtë sipas vendimit tim për zotin Taravari, por duhet jemi edhe ne gjithashtu të drejtë dhe të sinqertë edhe t'i pranojmë edhe kushtimisht thënë jo fajin, por t'i adresojmë kritikat edhe zotit Taravari për pasojat që unë i shoh. Me qenë se ai po apostrofohet se ky koalicion nuk vlen. Ky koalicion ka probleme serioze edhe veç më e tha vet ai se 70% e shqiptarëve mendojnë se ky koalicion nuk i ka zbatuar të arritur apo qëllimet e tyre.